Në Kosovë kanë filluar të arrijnë delegacionet e shumë vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare që do të marrin pjesë në ceremoninë e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së saj. Nesër, grupi drejtues ndërkombëtar pritet që edhe formalisht t'ia fund mbikëqyrjes, duke kaluar më shumë përgjegjësi dhe sovranitet tek institucionet e Kosovës. Të premtën, Parlamenti i Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese që mundsojnë përfundimin formal të mbikëqyrjes dhe mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare, e cila ka mbikëqyrur deritar zbatimin e planit të kryer negociatorit e Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit u shpall pavarësia e Kosovës. Përfundimi i këtij procesi, që po vlerësohet me rëndësi historike nga institucionet e Kosovës, nuk shihet njësoj nga lëvizja vetëvendosje, kryetari i së cilës Albin Kurti, nëpërmjet një letri drejtuar ambasadorëve të vendeve kryesore euro-perëndimore, ka theksuar se pas 10 shtatorit asgjë nuk do të ndryshojë. Në letër thuhet se pas asaj date Kosova do të vazhdojë të strehojë brenda kufive të saj misione ndërkombëtare të bazuara në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, që njeh sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën dhe në rastin më të mirë është e definuar si e paanshme ndaj statusit. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkort të vitit 2008, ndërsa zyra civile ndërkombëtare mori përsipër mbikëqyrjen e zbatimit të saj. Pak ditë më vonë, një grup vendesh që njohën pavarësinë e saj themeluan grupin drejtues që nesër do të përmbyllë mbikëqyrjen. Plani i zotit Ahtisaari nuk është zbatuar në verun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e shtetit të Kosovës, i cili vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi. Plani parashite krijimin e një komune të re në verun e Mitrovicës që nuk u zbatua deri tash. Situata në atë zonë ka bërë që të shtohen zërat për mundësinë që çështja të jetë temë bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat pritet të rifillojnë në vjeshtën e këtij viti dhe atë në nivel më të lartë politik. Prishtina zyrtare ka shprehur gatishmërinë për të diskutuar me Beogradin për të gjitha çështjet e hapura, por jo edhe për rregullimin e brendshëm juridik. Kjo gatishmëri është kundërshtuar nga një pjesë e opozitës e cila kundërshton bisedimet politike me Beogradin. Edhe organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë bërë thirrje që përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë të mos shënojë edhe fundin e angazhimeve për zbatimin e planit të zotit Ahtisaari dhe çështja e veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe të zgjidhet pikërisht në kuadër të këtij plani. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.